Zhurma prodhoi efekt. Me 22 amendamente të dorëzuara në kuvent, Partia Socialiste propozon heqjen e termave, gjini gjithëpërfshirëse, diversitet gjinor, identitet gjinor e shprehje gjinore. Në vend të tyre, ligji i ri për barazinë gjinore do të zbatoj vetëm 2 kategori gjinore, burr dhe grua. Por çfarë përmbante versioni fillestar i draftit? Në versionin fillestar të projektligjit, përkufizimi i gjinive ishte i kufizuar në 2 kategori, vetëm burr dhe grua. Megjithatë, pas reagimeve nga Aleanca LGBTQ dhe aktorëve të tjerë, drafti u ndryshua për të përfshirë një përkufizim më gjithëpërfshirës të gjinive, duke njohur identitetet të tjera gjinore përtej 2 kategorive tradicionale. Ç'ndryshon sot me amendamentet e PS-s? Amendamentet e dorëzuara në Komisionin për Shëndetësinë dhe Mbrojtjen Sociale përfshin ndryshime në disa pika kyçe të projektligjit. Disa prej tyre janë: në nenin 1 të pikës 2 të projektligjit sugjerohet që termi përkatësi gjinore të zëvendësohet me termin burr-grua. Në nenin 2, në pikën A, termi përkatësi e shumëfisht të hiqet. Në nenin 3, në pikën 6, sugjerohet të hiqet termi përkatësi gjinore. Në nenin 4, ku përfshihen dhe përkufizimet në këtë projektligj, sugjerohet të ndryshohet pika C, ku të zëvendësohet pjesa nga secila gjini me fjalët mes burrit dhe gruas. Në nenin 5 të projektligjit, në pikën 1, fjalët orientim seksual, identitet gjinor, shprehje e identitetit gjinor dhe karakteristikat e seksit të hiqen. Nenin 24 i projektligjit, i cili trajton përfaqësimet gjinore në pozicionet drejtuese dhe vendimarrëse, mbetet një nga pikat kyçe në ndryshimet e propozuara. Në draftin fillestar, parashikohej përfshirja e kritereve të gjithëpërfshirjes dhe diversitetit gjinor në procesin e konkurimit dhe emërimeve, ndërsa tani është propozuar heqja e termit gjithëpërfshirës, duke lënë vetëm 2 gjini. Neni 41, 42 dhe 43 synojnë integrimin e 2 gjinive në sektor të ndryshëm të shoqërisë, si në transport, infrastrukturë, energji dhe mjedis. Këto 3 nene synojnë që politikat dhe praktikat në këto fusha të jenë më të barabarta për nevojat e burrave dhe grave, duke synuar një shoqëri më të drejtë dhe më të barabartë. Drafti i ri për barazinë gjinore përqendrohet në barazinë mes grave dhe burrave, por nuk përfshin dhe nuk garanton përfaqësim ligjor për identitete të tjera gjinore. Kjo, thon hartuesit, bën që ligji të jetë më i kuptueshëm, më i zbatueshëm dhe të shmang keq interpretimet. Projektligji është depozituar në kuvent dhe tani, së bashku me propozimet e dorëzuara nga Partia Socialiste, pritet të shqyrtohet në komisionet parlamentare dhe më pas të kalojë në votim në seancën e fundit plenare me 30 tetor.